Me një koncert homazh të titulluar Pasion dhe Mirënjohje, Korça kujtoi pianistin e njohur Kostaq Vrame, duke nderuar kontributin e tij në jetën artistike të qytetit. Në skenën e Galerisë së Artit Digjital interpretoi nxënësi i tij, pianisti i ri Erdi Titili, i cili përmes muzikës solli një mbrëmje kushtuar figurës dhe trashëgimisë artistike të Vrames. Ky aktivitet është një aktivitet në nder të memorjes së profesor Kostaq Vrames dhe njëkohësisht në nder të trashëgimisë që ai ka lënë pas, qoftë nëpërmjet nxënësve të tij, siç është rasti i Erdit Titili, që është dhe interpreti i kësaj mbrëmje. Mes emocionesh, bashkëshortja e pianistit Marian Thej Vrame tregoi se ideja për këtë koncert kishte lindur që një vit më parë, me dëshirën e vet Kostaq Vrames, por u bë e mundur të realizohej pas ndarjes së tij nga jeta. Ishte një dëshirë e tij që u nis ky koncert të bëhej që vitin e kaluar, një nxënës shumë i talentuar, me shumë pasion dhe dëshirë dhe me një çuri shumë të mirë, gjë e cila nuk realizua dot vitin e kaluar dhe mendoj që ta realizojmë sot në këtë koncert. Ishte pasioni të dy palëve, dhe i Erdit dhe i Koços, dhe mendoj që sot do të ndihet ndoshta na ndjek nga lart, do ndihet i kënaqur që realizohet një dëshirë e tij. Koncerti u kthye në një mbrëmje mirënjohje dhe respekti për një prej emrave të njohur të muzikës në Korçë, duke dëshmuar se vlerat artistike dhe pasioni për muzikën vijojnë të jetojnë përmes brezave të rinj.